duhet të kemi në raport me median dhe publikun. Policia e shtetit është një institucion në shërbim qytetarëve dhe çdo veprim i ynë ka një themel: garantimin e rendit, sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit. Pikërisht për këtë arsye ne e konsiderojmë transparencën një element të domosdoshëm të punës sonë, sepse vetëm përmes saj mund të ndërtohet besimi reciprok mes qytetarëve dhe policisë. Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm policisë shtetit që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si ne komunikojmë me ju dhe me publikun. Ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati një reflektimi serioz mbi reagimet e shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për impaktin negativ që krijon në shoqëri, mënyra se si përcillen çdo ditë lajmet mbi ngjarje kriminale dhe shumë lajme që ne japim nga çdo qark në përmbledhjet ditore. I kam pritur dhe dëgjuar këto shqetësime me shumë seriozitet dhe përgjegjësi. Kam kryer konsultime me specialistë të pushës, kam komunikuar me shumë nga homologët e mi në Ballkan dhe Europë dhe më rezulton se mënyra se si veprojmë ndikojmë negativisht në shoqëri dhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Nisur nga sa më lart, policia e shtetit do zbatojë një formë të re komunikimi, më të përgjegjshme, më të strukturuar dhe në përputhje me modelet më të mira evropiane. Dua të theksoj qartë, kjo nuk është një tërheqje nga transparenca, përkundrazi, është një hap përpara drejt një transparence më cilësore dhe më profesionale, sepse ne besojmë se qytetarët nuk kanë nevojë për më shumë informacion, por për informacion të saktë, të verifikuar dhe të përgjegjshëm. Një informacion të matur që mos të ndikojë te perceptimi negativ dhe te kriminalizimi i shoqërisë. Çfarë ndryshon konkretisht në formën e re të komunikimit? Së pari, të gjitha dhënat statistikore, mujore dhe vjetore mbi kriminalitetin dhe sigurinë publike do të jenë të aksesueshme në mënyrë të plotë në faqen zyrtare të policisë shtetit. Së dyti, për ngjarjet dinamik, titullarët e policisë në vend ngjarje do të japin informacionin e nevojshëm për mediat dhe publikun, në kohë reale dhe të shoqëruar me informacionin paraprak nga zëvendësja e policisë. Kjo praktikë tashmë ka nisur dhe do të konsolidohet edhe më tej. Së treti, drejtuesit e drejtorive vendore të policisë me stafet e tyre do të zhvillojnë konferenca mujore për të bërë transparencë punën, rezultatet dhe sfidat në çdo qark. Së katërti, për ngjarjet me impakt të lartë apo operacione të rëndësishme policore, policia e shtetit do të informojë në kohë dhe në mënyrë të plotë nëpërmjet kanaleve zyrtare. Përse po e bëjmë këtë ndryshim? Mbi ngarkesa me lajme kriminale, shpesh të dhëna në mënyrë të fragmentuar apo të nxituar, krijon një ndjenjë pasigurie që jo gjithmonë pasqyron realitet. Informacioni pa konfirmuar dëmton jo vetëm hetimet, por edhe besimin e qytetarëve dhe të institucionet. Policia e shtetit nuk është vetëm kronik krimi, por ajo është çdo ditë në terren për parandalimin, për bashkëpunimin me komunitetin, për takimet me këshillat e sigurisë, si dhe për edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve. Këto janë vlera që duhet komunikojnë pa aq fort sa dhe lufta kundër krimit. Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë, kjo konferencë nuk duhet parë thjesht si një komunikim periodik me median, por si një pjesë e një standardi të ri institucional ku informimi publik do të jetë më i plotë, më i drejt për drejt dhe më pranë shqetësimeve reale të qytetarëve. Ne jemi të vetëdijshëm se sfidat përballë rendit dhe sigurisë janë të shumta, por po aq i vendosur është dhe angazhimi im për të përballuar ato me seriozitet dhe profesionalizëm. Qëllimi im është i qartë, të ndërtojmë një komunikim që informon, por nuk alarmon, që është transparent dhe i përgjegjshëm, që forcon besimin dhe jo pasigurinë. Qëllimi im nuk është thjesht të informoj më shumë, por të informoj më drejt. Më saktë dhe gjithmonë në interes të sigurisë së qytetarëve. Me këtë frymë të bashkëpunimit, transparence, jam i hapur për pyetje, për çështje të ndryshme, për të afektuar opinionin publik dhe për gjatë ngjarjeve që kanë ndodhur dhe gjatë muajit që janë pas. Ju faleminderit. Nisë nga një ngjarje e publikuar në plataformën e medias se takon në ligjin që në shumë të tjerë studentëve ka kalojnë se sigurisë. Çfarë ka ndodhur konkretisht në takonin e absolut të situatës, a është organizuar demonstratorë të private apo kampanje të shkallë në këtë. Faleminderit.
Faleminderit për pyetjen. Vërtet ka qenë një zjarje sensitive dhe për ne. Jemi njoftuar dje që disa prej studentëve kanë shkuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre është paraqitur në simptoma të lehta dhe jo shumë të rënduara, por gjithsesi ne kemi marrë gjithë masat në Akademinë e Sigurisë për të ardhur në ndihmë gjithë studentëve që ndodheshin aty. Për sa i përket veprimeve që ne ndërmorëm dje, është bërë e mundur që të arrestojmë 2 prej personave përgjegjës që kanë kryer gjithë pjesën administrative të kompanisë dhe pjesën reale me përgatitjen e ushqimit dhe gjatë këtij momenti është shpallur edhe në kërkim administratorja e firmës. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fusha të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Vazhdojnë gjithë veprimet e timore në bashkëpunim me prokurorinë me AKU-n për të kryer gjithë ekzaminimet e nevojshme dhe aktet e ekspertimit për të parë të gjithë dinamikën e ngjarjes se përse ka ndodhur dhe ka ardhur ky problem. Faleminderit. Deri më tani janë vënë përpara përgjegjësisë ligjore për një akuzë 4 punonjës të kompanisë, me të cilëve ashtu siç ju e pohuar, administratoria e kompanisë Orian është shpallur në kërkim. Çfarë janë të konstatuar shkelje konkrete ndaj kësaj kompanie? Shkeljet konkrete do bëhen të ditura në përfundim të gjithë akteve dhe të gjithë procedurës së hetimit si nga AKU-ja edhe nga procesi penal. Kështu që për momentin ne kemi marrë vetëm njoftim që këta studentë janë elmuar dhe kjo të ardhur për shkak të ushqimit, pasi është në mas dhe rezultatet e tjera do bëhen në dje më vonë. Me informații de televizionit cam. Si do të procedohet me 3 vakte që duhet të marrë në gjithë studentë të akademisë? Vakte sërish me të njëjtin kompani që kanë kontakt akademia apo do të rishikoni në një speciale të furnizon? Tani edhe sot ne kemi vazhduar posërish me të njëjtën kompani. Unë e bëra me dje që ditën e djeshme nga strukturat e AKU-s është bërë vetëm bllokimi i lëndëve apo në sasisë ushqimore që është përdorur gjatë ditës së djeshme nga studentët dhe është bërë vetëm një pjesë e bllokimit të kësaj kompanie. Kompania vazhdon dhe furnizon edhe sot studentët me ushqim, si në mëngjes, edhe tani gjatë orarit drekës dhe do vazhdoj edhe gjatë darkës. Prandaj ngjeljat e timit për të parë dhe për të bërë të mundur se si do operojnë në vazhdim me kontratat edhe me këtë kompani. Me informații nga televizionit cam. Dreptor, i ditë të para procedurës ka akte në rutine se çfarë do të ndodhë nëse do ketë akte atë moment. Policia do të përdorë të njëjtin strategji si në përpiqjen e shkuar, ku preferojnë shpërndarjen e turmës apo nisin të jetën lëndër teknike dhe mjetet të tjera në tërheqje të ministrisë, apo ka një plan tjetër për të menaxhuar turmën e qytetarëve që do të bashkohen tubimin tjetër nga paketi demokratik. Përsa i përket protestës që do zhvillohet nesër, Policia e Shtetit ka marrë gjithë masat që të organizohet dhe të marrë detyrimet e saj përsa i përket një protestet qetë dhe paqësore. Kjo protest do zhvillohet ose ideja për të zhvilluar është kërkuar për bulevardin Rashnarit e Kondit dhe aty duhet të jetë përqendruar. Në rast të veprimeve jo ligjore nga ana e protestuesve do veprohet në bazë të procedurave standarde dhe në bazë të ligjit dhe kodit penal. Faleminderit. Së faktit më parë ndodhi një aksident transportores ku fatkeqësisht humbën jetën dhe 18 meter. Ju keni marrë masat tuaja për personimin dhe shkarkimin e këtyre drejtuesve, megjithatë nga ana e drejtorisë së standardit profesional nisi një hetim gjithashtu paralelisht dhe nga ana e justisë në drejtues policore. Nga institucioni policisë së shtetit është konstatuar deri tani në një përgjithësi e efektive atje për mosveprimin. Ishte një ngjarje shumë e rëndë që ka tronditur gjithë opinionin publik, njëkohësisht edhe mua që ka trondit shumë personalisht. Pezullimi i punësve të policisë ka të bëjë me verifikimin që po bën drejtoria standardeve profesionale për të parë hap pas hapi
të gjithë procedurën se si ka vepruar punonësit e policisë në atë zonë dhe për të bërë më të mundur për sigurinë rrugore në komunitet. Akoma s'kemi dalë në një përfundim mbi rezultatet e hetimit të drejtorisë standardeve, dhe hetimi vazhdon, hetimi administrativ vazhdon, por njëkohësisht edhe hetimi penal. Në të ardhmen do bëjmë ndjenjë. Nga partijë në studio televizion, nga mëshimin e njoftimi për konferencën e sotme, për në dije se të paraqisimi të vërna ose një marrëdhënie të re në media dhe profesori të kësaj takone se qëndroi parti i asaj çfarë palosni për transparencën dhe një komunikim më të drejtë më të drejtë. Do ta kemi një komunikim të tillë në strategji të marrëdhënies me SPAK. Faleminderit, marrëdhëniet tona me SPAK-un janë normale, ne bashkëpunojmë dhe veprojmë në bazë të gjithë rregullave dhe komunikimeve të përditshme, kështu që patjetër kur të jetë e nevojshme dhe komunikimet e përbashkëta do të. Sa e denuncia o një Denja, sa i përket atentatit të ndodhur në fund të muajit prill, deri në momentin në çfarë fazi janë hetimet dhe sa i përket zonave ku po kontrollohet për 3 autorët e dyshuar, në çfarë zonash po kontrollohet? Për ngjarjen e Lezhës në këtë. Okej, faleminderit. Patjetër që policia që momentet e para, që ka të bërë me këtë komunikimin që unë po bëj sot me ju, drejtori i policisë vendore doli një komunikim të drejtë për drejtë në një herë në vendngjarje dhe veprimet hetimore kanë vazhduar. Edhe sot në mëngjes ne kemi kryer disa kontrolle me forcat speciale RNA, por për momentin akoma s'është bërë mundur kapja e autorëve të dyshuar. Puna vazhdon intensivsisht dhe fakti që edhe sot kemi pas operacion për kapjen e tyre nuk do thotë se kemi lënë jashtë vëmendjes dhe jashtë arrestit. Faleminderit. Çega nuk ka opinionës për të thyer edhe një aksidente të rëndë në Durrës së Dielën, apo shikohet mundësia që të ndërhyjet në legjislacion ose të shpërsohet kodi rrugor për persona që drejtojnë automjete në gjendje të dhënur, të alkoolizuar ose të droguar ose edhe për shpejtësi. Faleminderit. Ndryshimet në kodin rrugor apo në kodin penal patjetër që duan kohën e vetë dhe besoj që ka ardhur koha dhe është më se normali që të kemi ndërhyrje të tilla. Rasti i fundit të tregoj më së miri që vrasjet rrugore janë ngjarje po aq të rënda sa një ngjarje tjetër kriminale. Kështu që në këtë kuadër, përveç se këtyre masave, duhet të shikojmë dhe të rrisim edhe pjesën tjetër për gjobat administrative, pasi edhe për një parakalim gabuar që shpeshherë janë burim, aksidenti dhe në ngjarje fatale, masa ndëshkimore ne kemi shumë të ulta. Kështu që në këtë kuadër duhet parë dhe ne do bëjmë iniciativën tonë për të ndryshuar këto nene përkatëse të kodit penal dhe kodit rrugor për të pasur sa më shumë siguri rrugore për gjithë qytetarët dhe kalimtarët e rrugës.